Kosovës. Unë nuk mendoj që ka vend më për negociata. Unë jam i bindur që dekreti shpallët kushtetues, po marrim hipotetikisht apo në një rast hipotetik të tillë, unë mendoj që nuk do të ketë vend më për negociata. Pra, PDK-ja nuk jep hapësirë për negociata. Unë nuk po mirë. Unë po ta them mendimin tim sepse për këtë do të mbledhet partia ta diskutojmë, nëse ka një vendim se është hipotetike. Tash nuk bëjmë një hipotetike me thonë ç'a kishim bëu. Unë mendoj që ky kuvend ka kryer detyrën e vet, e nuk do të ketë rast as për atë punë. Por nëse në një rast hipotetik unë prapë mendoj që vendi duhet me shku zgjedhje. A keni se pse për këto? Arsyeja pse? Pse? Sepse ky proces politik i dialogut për me zgjedhë presidentin ka qenë i dizajnuar për zotit Kurti me dështu. Edhe nuk mendoj që duhet me vazhdu me marr pjesë në këtë lojë më. Do të thonë një proces që i ka dizajnuar me dështu me javë të tëra, mendoj nuk do të më legjitimu më. Dhe këto institucione kanë humbur legjitimitet sepse kanë shkel kushtetutën, e kanë shkel afatet, edhe duhet me shku vendin zgjedhje, institucionet e reja me legjitimitet të i me dhënë rrugë zgjedhjes presidentit.